Dashurmiq! Që ju jemi këtu ke skena, ke sheshi xhirimit. O më, qa bot? Po si e arrestu pa pikturët e që më ndjemë. Je pa parë. Ju jeni, nuk e di qa jeni. Edhe me pare lërmërime e arrestut, Dashurmiq, këto komunistat, do me thënë është fatkeqësi kesh një komunist komshi. Po pate komshi komunist e ongre. Ma i men gjallë e mija. Sepse ai komshiu, komunisti, do boj që i thot partia. Edhe komshi komunist, ose fis komunist, e keni mrena. Do ani, dhunë, familje, dhe gjonës dhe bëjt. O, shfare keqe. Që ka qenë, më? 25. Erdi. Po i tremi, i tremu, da? Që si keni trem? 60 veta keni arrestu, prap, e keni trem shumë. I tremet, keni lebetit. Tremet njeri këtu, më. Jo 60, po meni ju i qenë 60. Në kom këshu, që manë telefon. Doreqe, të ndoreqe. Mirë. Si janë trem gjithë? Kanë gjithë agentë rusë. Agentë rusë, të gjithë. O tiku! Ku të shkosh? Po neve, ku t'i? Shive këti, Janë gjithë rusë, gjithë. Agentur ruse. Agentur ruse. Ju lutem, le ta hitin e pastaj le të vazhdojmë protestën. S'kam shkop. Dhe protestuesve ditën e thjeshtë. Protesta është një drejtë themelore kushtetuese dhe një nga mjetet më të rëndësishme qytetarëve për kërkuar llogaridhënie nga pushteti. Çdo përpjekje për ta friksuar, penguar apo shtypur këtë të drejtë përmes përdorimit të forcës përbën një cënim të demokracisë dhe lirive themelore. Dënojmë fuqimisht përdorimin e forcës jo proporcionale nga policia e shtetit dhe protestuesve gjatë protestës së djeshme, si përdorimi i gazit të qiellës pa paralajmërim,
Shtyrja apo goditja e protestuesve, si dhe ushtrimi I dhunës ndaj personave të neutralizuar, të cilët janë veprime të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet e një shteti demokratik. Monitorimi kryer nga Komiteti Shqiptar I Helsinkit ka evidentuar shqetësime serioze mbi mënyrën se si është administruar protesta, duke shprehur dyshime të forta për tejkalim të kompetencave nga ana e policisë së shtetit dhe përdorim të forcës në kundërshtim me ligjin dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave të njeriut. Po ashtu, argumentohet qartë se veprimet e një numri të kufizuar individësh nuk mund të përdoren si justifikim për ushtrimin e dhunës ndaj mijëra qytetarëve që protestuan në mënyrë paqësore. I kërkojmë policisë së shtetit të jap shpjegime publike për përdorimin e forcës gjatë protestës së djeshme dhe të mundsojë një hetim të pavarur, transparent dhe efektiv për çdo rast të dyshuar të tejkalimit të kompetencave. Çdo punonjës policie që ka shkelur ligjin dhe ka dënuar qytetarët duhet të mbajë përgjegjësi. Policia e shtetit nuk mund dhe nuk duhet të shndrohet një instrument politik për të trembur, intimiduar apo ndëshkuar qytetarët që protestojnë paqësisht. Fatkeqësisht, dhuna e ushtruar në Zvornes ndaj protestuesi nuk ishte një rast I izoluar. Ajo përsërit edhe dje, kur një grup protestuesi që kanë më shumë se një muaj që protestojnë paqësisht, u përballën me përdorim jo proporcional të dhunës nga policia e shtetit. Kjo qasje represive nuk dëmton vetëm protestuesit, por cënon të drejtën themelore për të protestuar paqësisht. Njëkohësisht kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë protestuesve të arrestuar për ushtrimin e së drejtës së tyre për protestë paqësore, ndalimet arbitrare, masat penale, si dhe dhuna ushtruar nga efektivët civil nuk mund të përdoren si instrument friksimi. Kërkojmë lironi çunat! Lironi çunat! Lironi çunat! Lironi çunat! Po ashtu, shprehim shqetësim për informacionet mbi kontrollet e imësishme që janë kryer dhe po kryer në pika doganore për të gjithë bashkëtetarët tanë që janë nisur për protestuar këtu ditën e ndjeshme. Ndalni dhunën dhe represionin policor. I bëjmë thirrje policisë së shtetit që në protestën e ditës së nesërme të distancohet qartë nga çdo akt dhune, nga çdo tolerim I personave të infiltruar dhe nga çdo veprim që synon provokim apo përshkallëzim. Detyra e policisë është të garantojë sigurinë e qytetarëve dhe mbarvajtjen e protestës, jo të nxjisë tensione apo të përdor forcën për të penguar protestën. Së fundi, u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që do t'i bashkohen protestës së nesërme ta mbrojë karakterin paqësor të kësaj proteste. Por më shumë se 35 ditë, kjo lëvizje qytetare ka protestuar në mënyrë paqësore. Qytetare dhe çdo akt dhune, pavarësisht nga kush provokohet, qoftë nga individ apo provokator, do të shërbente vetëm atyre që duan të mbajnë të paprekur sistemin kriminal ndaj të cilit protestojnë. Ndaj ftojmë të gjithë qytetarët pa dallim t'i bashkohen protestës së nesërme në një mobilizim masiv, mbarkombëtar dhe paqësor. Forca jonë buron nga pjesëmarrja qytetare, nga uniteti dhe vendosmëria për të mbrojtur demokracinë. Dhe në sajt të këtij besimi, themi duam një Shqipëri të re dhe njëkohësisht lironi shokët tanë.
Lironi shokët! Lironi shokët! Dorë tje, kaq munda të mridhja, se ne kemi si zakon pastroj vendin, po pastrojmë dhe mbeturinat e mbeturinave. Ja këto janë bombat. Bomba që shikoni këtu është me proprio efekt përdoret kundër animalve. Dhe aje ka përdorur kundër popullit, aty ka patur qytetar, ka qenë vetë aty, ka patur kalimtar, ka patur turista, rruga ishte hapur, si ishte blokuar, temperatura 35 gradë, dhe ai përdori bombë kundër popullit të tij. Prandaj, ju lutem ekspertëve ti marrë këto dhe ti verifikoj se çfarë janë. Unë ja bëra në mënyrë simbolike varse, se një ditë ne ato do ta bëjmë nuse. Dhe kërkoni do t'ja marrim ne. Prandaj, nesër më shumë, diaspora është nisur nga të gjitha drejtimet, të gjithë bashkë, nesër më shumë. Bravo për Berisha! Bravo për Berisha! Bravo për Berisha! Bravo për Berisha! Këtu në Tiranë dhe të gjithë së bashku të thrasim Rama jepe Dorreqe! Rama jepe Dorreqe! Rama jepe Dorreqe! Rama jepe Dorreqe! Dhe tashi në kuadrin të diasporës kemi një zonë që vjen nga Gjermania. Përshëndetje, bashkëqytetar. Jam shumë e lumtur që si rinal edhe vazhdoni. Bravo. Është një gjë fantastike, ju du shumë. Gjithë. Tashi, kam për Edi Ramën, i herë du më thanë, Saliu në burg, Edi Rama në burg. Saliu i parë, Berisha në burg, Rama në burg. Edi Rama, lirojt janë të nanave që ke fut atje, është edhe një babë që ka një fëmijë të smur. Nuk e di, a ke fëmijë tja, kujt i ke ata fëmijë? A je përëm ti, që e ti, lirojt janë prej burgut, është babë që ka një djallë të smur. Nuk mund është me për drejta dhe veta, që këte një Shqipëri më të mirë. Ne kërkojmë një qeveri provizore. As një parti komplet sistemi i 35 vjeçarit, i 85 vjeçarit nuk duhet me ekzistu. Nuk duhet me ekzistu nga 85 vjet. Ne dona qeveri provizore edhe një referendum me votu populli. Populli me vendon, një parti. Është në qeveri, skama, bol, qëndroni se duhet me u bë referendumi pa tjetër. Pa tjetër. Nuk dona ma parti, mëre, se janë tonë klyshat e mbën, spijuna, janë të degeneru. Nuk dona ma, Edi Rama edhe në fut për ku pëteshe. Edhe atë se kam harru, desha me thënë fund, atë fuck you, ta them ty, Sali Berish edhe komplet sheleve që keni dhe tu në të të vjetë. Fuck you me familje, me sojës të rëma. Diaspora, kam par diasporën një nek që par, është intelektuale një rëfil, u gëzova shumë që e pash. Diaspora, emigrantët në ardhë këtu, në shesh ju lutem, jeni punën edhe vajdeni, se ju lypemi jotë. Ju lypemi juj për në shpëtu Shqipërinë e mirë, se për nëshe të dhe të më fund, edhe nuk zgunen këta. Shënoni, intelektual do të vinë, diaspora do të vinë, pa vjetër, edhe do të bëhet, kam besim. Sali, mos i fut spionat me përqa protesten. Mos i fut spionat. Në shtoku, nuk janë të manë qërëri, me të dëllën bëriste. Jeni vetëm spionat i mdallë që shtë dhe njëshën. I ke qeni intelektual në hëtë. Mos kërin të përstën. Që krejnë i shuqatën i të përsekutuve. Duke me bë parti edhe nuk janë.
me intelektual më të mirë të Shkodër. Ka nej, Sali Berisha, mos këtë nuk vjen më në pushteti. Europa të mënë veç edhe Amerika, që janë vetëm kriminella për me vjen, për me pushtu popullin e vetë, nuk ka ma. Emigracioni ma është këtu, intelektual ma është këtu I pajsivja, nuk e gjithë mira. Revolucion! 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 Ky shef sot nuk ba thjesht njerëz. Ky shef sot ma shpirtin e paposhtur të kombit shqiptar. Se ky kombi që refuzon të nënshtrohet. Dëgjoni, kjo është revoltja që po kthehet në shpresë. Na ka thënë të heshtim. Por ne zgjohem të flasim. Na thon të ikim. Por ne zgjohem të qëndrojmë. Ky është vendi ynë. Dhe nuk ja lëm peng askujt. Presidenti ynë, Sazani, nuk janë marrë tregtie për pushtetarët e korruptuar. E vërteta e këtij sheshi nuk mund të shihet më. As me propagandë, as me censur. Populli shqiptar e ka pas zemrën gjithmonë dhe syt nga perëndimi. Sot zëri ynë dëgohet lart, deri në dyert e Senatit Amerikan në Washington. Sot ne nuk jemi vetëm. Senatori Amerikan John Ossoff driti zërin për ne. Ai denoncoi marrëveshjet e errta për pushtetin dhe mbështeti revolucionin ton për Shqipërinë e re. Bravo! Shqipëri e re! 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 Falenderojmë senatorin Ossoff dhe miqta në Senatin Amerikan që mbrojnë të vërtetën dhe sovranitetin e popullit shqiptar. Kjo mbështetje nga Senati I Shtetit Bashkuar të Amerikës tregon qartë se lufta jonë kundër korrupsionit ka kaluar kufit dhe nuk dalet më. Nuk ka forcë më të madhe se ajo e një popull të bashkuar. Historia po shkruhet sot në kryqëz dhe ne jemi në anën e fitimtarëve. Për Shqipërinë tonë, për flamuri kuqezi, për aleancën tonë të përjetshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës, përpara drejt fitores zoti I bekov Shqipërinë. Tani kemi një bazë që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Emra më shqiptar. Unë jam Gabriela. Kam lindur në Emëri. Por sot jam këtu për gjyshin tim edhe part e mi. Ju baj thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo si ndodhni në botë. Kthehuni në Shqipëri, ose një ditë nuk do të gjani as voret e të parëve tuaj. Sot është koha të bashkohemi, o sot o kohë. Zoti e bekov Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët kudo si janë në botë. Protestat janë e tjerë. Raman Bërk, Berisha në Bërk. Të nderuar protestues, rini studentore, për ulën përpara studentëve të cilët kanë gjetur kohën që përveç provimeve dhe detyrimeve të tyre të marrin pjesë në këtë protestë kaq mrekullueshme për krijimin e Shqipërisë. Dhe përpara gjithë rinisë shqiptare dhe kujto që participuan kësaj proteste. Dua të them dy llafe, pasi kjo protestë është dita e 34 sot, dhe akoma qeveria nuk ka marrë vesh që duhet të largohet. Ose ka marrë vesh, po nuk e ka kuptuar se si duhet të largohet. Duhet të largohet një orë më parë. Një orë më parë. Së dyti, do t'jap një sekuencë nga korrupsioni kësaj administrate të kalbur. Minjëru im
do të regjistronte një AMTP, janë to akte të marrjes tokës pronësi, për cilët po flasim se vjen nga oligarkët pronat tona. Megjithëse e ligjshme, kadastrat nuk ja regjistrojnë dhe në fund i ofrojnë që po pagove 20.000 euro mund ta bëjmë regjistrimin. Pra imagjinoje, ajo tokë nuk kushton 20.000 euro, ndërsa për ta regjistruar me korrupsionin e kësaj qeverie donte korrupsion 20.000 euro. Prandaj një orë më parë, ky sistem do të qellet poshtë dhe ju keni meritën që i dolet përzosh Shqipërisë për krimin e Shqipërisë së re. Së dyti, i bëj thirrje ambasadave përndimore në Shqipëri, asaj italiane, gjermane, franceze, angleze, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Në qoftë se nuk ju ka korruptuar Edi Rama, ju lutem tregoni vendit edhe kështoni t'jap dorëheqje. Së treti, kjo qeveri është kthyer në një qeveri që nuk don universitetin. Spari sepse nuk ka financuar kërkimin shkencor, financimi i qeverisë për kërkimin shkencor 10 herë më pak se vendi më i varfër i Ballkanit pas Shqipërisë. Prandaj ky është kultur, edhe prandaj kemi Shqipërinë në këtë gjendje, universitetin në këtë gjendje, edhe kështu do t'i kemi nëse do kemi në krye këtë qeveri. Aktualisht, ata po bëjnë një ligj të ri të arsimit lart, ku duan të cimentojnë rektorët, të cilët janë vasalë të qeverisë. Rektori i Universitetit të Tiranës ka 2 mandate, ta duhet t'ia bëjnë 3 mandate. Domethënë të vendosë një oligarki në universitet, një oligarki të përjetshme. Prandaj ne nuk duhet ta pranojmë, edhe nuk do ta pranojmë si profesorat. Së fundi, 3 mundësi ka Edi Rama. 1. T'jap dorëheqje edhe t'jap rrugë Shqipërisë së re, mante zbatimit të 5 pikave të protestës. Së dyti, rruga e dytë është t'i shkojë spaku edhe ta prangosë në zyrë. Kjo është një rrugë e dytë, përse e meriton plotësisht. Them, do të animoj këto 2 rrugë që mos ndodhe treta që të përfundoj si Ceaușescu. Faleminderit. Rrugë linja shqiptare, rrugë linja studentore, ne i bëjmë thirrje gjithë studentëve, gjithë intelektualët, gjithë profesorëve të vinë këtu në Shesh edhe të ndërtojmë institucionet e Shqipërisë së re dhe trim derisa të ndërtohen dhe të themelohen gjithë institucionet e Shqipërisë së re. Faleminderit. Letër e hapur, në mbështetje të protestave paqësore dhe respektimit të drejtave të qytetarëve. Të nderuar përfaqësues të qeverisë dhe të kuvendit të Shqipërisë. Ne, shoqatat e bashkësitë shqiptare të themeluara dhe me seli në Mbretërinë e Bashkuar, dëshirojmë të shprehim mbështetjen tonë për protestat qytetare në Shqipëri dhe të dënojmë dhunën policore ndaj protestuesve paqësor. Protestat e përditshme paqësore po zbulojnë thelbin e një shoqërie civile gjithnjëherë më të vetëdijshme dhe të organizuar. Mijëra qytetarë shqiptar, mes tyre të rinj, prindër, profesionistë dhe akademik, kanë dalë në rrugë për të mbrojtur burimet natyrore të vendit, hapësirat publike dhe të drejtën për të dëgjuar nga institucionet shtetërore. Këto protesta janë shpreha më e pastër e demokracisë në veprim, e drejta kushtetuese dhe demokratike e çdo qytetari për të shprehur mendimin e tij dhe për të kërkuar llogari nga institucionet shtetërore. Pikërisht për këtë arsye, ne dënojmë me forcë çdo formë dhune, friksimi apo represioni ndaj protestuesve paqësor. Ne i bëjmë thirrje qeverisë shqiptare që t'i marrë seriozisht kërkesat themelore të lëvizjeve protestuese, të cilat kanë të bëjnë me transparencë të plotë në lidhje me ligjet, vendimet dhe kontratat që ndikojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës, duke përfshirë projekte që prekin zonat e mbrojtura, lagunat bregdetare dhe ekosistemet ujore të vendit. Përgjegjësitë të institucioneve publike në lidhje me shitjen apo dhënien me koncesion të aseteve shtetërore, duke siguruar që çdo vendim i tillë të jetë subjekt i kontrollit publik, konsultimit paraprak dhe mbikëqyrjes parlamentare.
Mbrojtjen e interesit publik si kriter themelor dhe i panegocueshëm në të gjithë politikën e zhvillimit ekonomik, duke refuzuar modele që japin përparësi interesave të ngushta private mbi të mirën kolektive të shoqërisë. Dialog i vërtet dhe konstruktiv me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe lëvizjeve protestuese. Në pritje të veprimit tuaj të menjëhershëm, shoqatat dhe bashkësitë shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. Tani një thirrje për pushtetin. Ju erdhi fundi! 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 Përshëndetje, unë jam Luna dhe dua të kem një familje të mirë dhe një familje të mirë dhe një popull i mirë. Dhe kanadese, më ka rënë rasti që këtij kryeministri t'i jap gjithmonë lajmin që nuk e pëlqen, që diaspora ka ardhur dhe është gati për protestën e nesërme. Diaspora është për protestën kombëtare nesër dhe do ta mbushi këtë shesh dhe do t'i tregoj kryeministrit dhe këtij establishmenti që Shqipëria i ka bërë fëmijët të fortë, edhe pse kanë ikur larg, e kanë mendjen dhe zemrën këtu. Jani që nuk vras tashti e ka prerë biletën brenda 24 orëve. Ka udhëtuar 12 orë për të ardhur, për të folur me ju në sheshin e lirisë, në sheshin që kurriturisht ka emrin dëshmorët e kombit. Ju jeni dëshmorët e Shqipërisë, ju protestuesët e mirë, ju që vini nga të gjitha anët e Shqipërisë dhe nga të gjitha anët e Se të gjithë kemi një rinë të fjallë, se të gjithë kemi motra e flezër e populli tjeshtë. Vendin e populli tjeshtë, unë jam i parapar me të gjithë ju, në ato kriminele që përqenë 14 vjeç, ku kanë ardhur në pushtet, jo 27, e ka vjetë, vi Shqipëri shof fëmijë, 10 vjeç të shit ujë, vi shof plek 70 vjeç të shit paketa. Edhe ti do të kom regullu spitalet, kom po venin, kom rrit pensionet, dhe s'populli për puk. I shef mirët nga 10 vjeç të ditë pa ove puk. Edhe ty thot, kom po shtetin, do jo pus në Europë, Europa këti 13 vite. Kishti me një në të veta, apo Europa këti 13 vite. Dofta nuk janë intelektual, dofta nuk flasën fjallë vaja. Po jemi gjithë parapart, po del populli i thjeshtë, edhe administrata dalin, që po e shetin vetëm për 1 milion lek tjetra, ka frikë në umi vetën e punës, vipi në rojtë 12 orë që në gjojë, nuk ndalin shokë të një protest, se njoni puno ke drejtoria të timeve, njoni puno ke drejtoria e kandidatave, ka frikë shokë të një për njërinë, se unë rritë në ta, e ka frikë me dalë protest, pra 1 milion lekshin, pa do bojnë në erben të shtet. A i përto se jemi tene, përto se jemi të verëpër, përto se jemi tene, o vlok, po të një dhe populli i thjeshtë. Ne e bojnë këtë qeveri, jo ato 120 kriminalit aty. Që t'jeni njëri tjetrin, t'jeni me njëri tjetrin, bojnë atë njërë në komi qerit. Edhe, kujtoj se rejnë populli, po të shmrit populli i kom, të shmrit populli, e do të rëzdoj populli, edhe diku se është arma më e fort, është kjo protest vazhdoj, për natë e për natë. Si du thoni, se e ka marrë vesh ambasada amerikane, e ka marrë vesh Amerika, CNN, e ka marrë vesh Anglia, e ka marrë vesh Kanadaja. Protesta duhet vazhdoj. Dalim këtu edhe 2, edhe 3, edhe 4 mujt, prishin pun tona, se ty edhe ato shokët vetë kam bërtik. Ty edhe ato që kanë qenë krimin e 5 mirë në qeveri, që kanë qenë fmirë, e janë bërë pun,
edhe akoma shoh njerin në vendin tim. Më vjen keq, më zitën ku kaloj rrugën e vendit tim. E kam njerin. Më falenderoj. Unë jam një pensionist, i vjedhur 100% me ligjin 773, po nuk jam vjedhur vetëm unë, po vjedhur një popull i tërë. 70% e popullit kanë këtë fat që i mohohet puna nga ky shtet kriminal, nga ky shtet parti shtet, ku gjina forcat politike, të majta të djata, të reja të vjetra, janë kundra ligjit 7703. E kanë falsifikuar ligjin dhe e përdorin sistemin kompjuterik dhe i mohojnë punën shqiptarëve. Kur dokumentat janë në Lundër dhe objektet e punës janë në Tiranë, firmat e ndërtimit e kanë fjalën. Prandaj këta nuk shejnë këtë realitet, këtë vërtet të madhe dhe janë kundra popullit, kundra demokracisë, kundra ligjit 7703. Kërkoj që pensionet të ndiro simbas ligjit 7703 dhe simbas punës dokumentat i kam në Lundër dhe nuk njoh asnjë lloj pensioni të vjedhur nga Astrid Hado, nga kriminali Astrid Hado apo nga reformatori i quajtur kryeministër. Ky nuk është kryeministër, i ka për reformën e mohimit të punës kundra popullit, i ka mohuar punën, u ka vetë pensionet. Poshtë të Roma, poshtë të Roma, para ligjit, para burgut. Ju falenderoj të vëzhuat, kam dhe një fjallë për policinë e shtetit. Policia e shtetit, mos lufton fjallën e rirë të qytetarit, po lufton krimin shtetëror, dhe janë fjallën e rirë. Roj demokratia, roj trinia, roj demokratia, roj populli shqiptar. Drama Gjindra, jam Mustafa Fishniku, demokrati njëzimës parë demokratikë në Shqipëri, por u zgënjeva vërët e që bëna në këto, e bashkë në vonë, emigrova si qisë të tjera, u ktheva në Shqipëri të tu jetën, hapa biznes, por në njëherë qeta katastrofë, sepse mu drejtun qandarët e tatimeve të shki pushtetin, duke në kërku fare ndorë, talon, dhe nuk njohin letra. Që unë mendoja se do t'jeni regu edhe do t'jeni drejtësin vendin tim, por t'jeta mashrin, fun, e mbërë dhe biznesin. Sa që arritët them, manguar gjokë ku shfat biznes këtu. është fatkeqësi e madhe, hiq, shok, lezër, hikën fëmij. Në të dirova doja një gjyq me shtetin. 13 gjyq, fitova gjyqin, po çfarë fitova ju? E ka thënë ti këtu, në të rogën fitova. Sepse shteti korruptu nuk ka drejtësi, po është drejtësia, po është qeveria. Rreth Amerika, rreth ju, rreth Shqipëria, rreth unë, rreth Amerika, rreth populli shqiptar. Do të dozoni protestën. Do të jetë mundi i fundit që bëj, për veten time, për fëmijët e mi, për Shqipërinë, për para gjithmonë, për shkollin, pensionistët kur të rinë shtëpi me 200-300.000 lekë vjetra. Ata janë parë të vdekje. Janë të dënuar në vdekje nga kjo qeveri. Kush nuk e kupton, kur mos e kupton. Rotrinia! Bëj protest për një Shqipëri të lirë, dhe jo për një Shqipëri të varfër që shitet. Dhe Tirana di çfarë bëri? Dërgoi policive në vrau në dhe na çojnë burg. Po ne nuk e marrojmë me kaq, sepse ne duam Shqipërinë. Nuk duam ta shesim ata. Ne disa për, edhe disa fjalë kërë për të. Liroj çunat! Liroj çunat!
që porite jetë mia më të pashme, kam shumë kritika, talje ofendime, për faktin se unë nuk jam nga Zverneci, as nga Rjolli. E për këtë arsye, s'kam pas se me dalë tokë, me fol, apo me shah, të gjatë pirsa. Goditjen e para më të madhe e kam marrë për i prindrit. Sepse për ata është Zotin qiell e sa liberisha në tokë, po unë ja kam shah. Ka 30 ditë se nuk flas me babë me nënë. Ama kam vendosur se sonte nga ky shes, shpirti më dham, zemra më qanë, kam vendosur me shtyllët për 30 ditë tjera. Bravo Bull, Berisha Bull! Bravo Bull, Berisha Bull! Bravo Bull, Berisha Bull! Bravo Bull, Berisha Bull! Përsa për ata qërë që kanë thënë s'kjerë me dalë, i të rohen popullit, betohen këtu para Zotit e para jush, nuk jam kon, as nuk jam antar as një partia politike. Jam këtu për vetën arsye, për familjen teme, për ty fëmijët e mi e për të ardhmen e tyne. Prindrit e mi kanë linë komunizëm. Unë kam linë në 90-ën, jam ruhes nga komunistat dhe bitë e tyne. Fëmijët e mi pas 2020-ës edhe prap qeverisen, uhesen nga komunista. Për këtë arsye, kam 2 pyetje, edhe do kisha shumë dëshire të ju lutesha shumë, Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës prononcohen. Nëse janë me popullin, apo janë krah një qeverie, e cila është akuzuar për shkatrim, për krim, për prostitucion, për drog, korupcionin e kanë punë javë. Po ashtu, dua ti, e kam dëshirë prononcohen prap, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a janë krah popullit ma demokratik edhe ma Amerikan dashës në pot, apo krah qeverisë e Tiranës, i cili gjysmën i kanë purg, e gjysmën tjetër i kanë anëhetim nga spaku. Rrës Shqipia, rrës populli. Rama Bull, Berisha Bull. Nuk ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka diplomurke Amerikë. Dhe më falës sa ka marrë, dhe me do me ka mesazh artishtë që thjesht dhe latitoni. My fellow Albanians, today I stand before you with gratitude in my heart, hope in my soul, and a dream for the future of our homeland. Tomorrow is July 4th, 2026. On this day, the United States celebrates the 250th anniversary of its independence. 250 years ago, ordinary people dared to declare that freedom was not a privilege granted by rulers, but a right belonging to every citizen. Their vision was imperfect, their journey difficult, but their belief in liberty changed history. As an Albanian American, I reflect on this legacy with deep appreciation. 30 years ago, I had a dream. I dreamed of coming to America. Like many Albanians, I left my homeland carrying hope, determination, and uncertainty about my future. America welcomed me. It gave me the opportunity to study, to work, to build a career, and to serve others as a physician and as a surgeon. It taught me the value of strong institutions. It taught me the importance of accountability. It taught me that the rule of law matters. It taught me that citizenship is not only about rights, but also about responsibilities. America is not perfect. No nation is. But America showed me that country becomes stronger when people are free to speak, free to dream, free to criticize, and free to hold their leaders accountable. For that, I always will be grateful. America gave me opportunity. Albania gave me identity. America helped me shape my future. Albania shaped my soul. Today,
years later, I have another dream. My dream is no longer to leave Albania. My dream is to return to Albania. My dream is to contribute to the country that gave me my roots, my language, my culture, and my spirit. I dream of an Albania where honesty matters more than connections. I dream of an Albania where young people succeed because of merit, not favoritism. I dream of an Albania where the law protects the citizens and not the powerful. I dream of an Albania free of corruption. I dream of an Albania free from influence of organized crime. I dream of an Albania where justice belongs equally to everyone. I dream of an Albania where our sons and daughters can build successful lives without feeling that they must leave their homeland. Because for too long, we have watched our greatest resource leave this country. Not our oil, not our minerals, not our mountains, our people, our students, our professionals, our workers, our entrepreneurs, our dreamers. Enough watching talent leave. Enough watching villages empty. Enough watching families divided by oceans. Enough accepting that this is simply the way things must be. It does not have to be this way. History teaches us that nations change when citizens decide they deserve better. The America that celebrates 250 years of independence today was not built in a single generation. It was built by people who believe that tomorrow could be better than today. Albania deserves the same belief. I believe in an Albania where institutions are stronger than individuals. I believe in an Albania where public office is a public trust. I believe in an Albania where success comes from hard work, talent, and integrity. I believe in an Albania that welcomes home its diaspora. I believe in an Albania where young people no longer ask, how do I live? Instead they ask, how do I help? Some will say this dream is impossible. Some will say corruption is too strong. Some will say nothing will ever change. But every great achievement in history began as a dream. The dream of independence. The dream of democracy. The dream of justice. The dream of freedom. 30 years ago, I had a dream that brought me to America. Today, I have a dream that brings me back to Albania. Not because I love America less, but because I love Albania more than ever. I want to bring back the experience, knowledge, values, and lessons I gained abroad and place them in the service of my homeland. I dream of a free Albania, a just Albania, an honest Albania, a prosperous Albania, an Albania where our children choose to stay, an Albania where our diaspora chooses to return, an Albania worthy of the sacrifice of its people. And if we have the courage to believe, the courage to speak, the courage to act, then together we can make the dream a reality. May God bless the United States of America in its 250th anniversary of independence. May God bless the friendship between the American and the Albanian people. And may God bless Albania. Thank you. Tani, po jo them edhe diçka, mu me kanë dekoruar pjesëtarë e demokracisë, po unë i kam hedhë koshterëve ato. Sepse nuk pranoj që të dekoron nga klysht e komunizmit. Unë jam pjesëtar, jam si ju, i thjesht, pavarësisht se kisha sukses në Europë, erdhëm investorët e huaj që në 2010-ën, huma 12 vite të jetës sime, huma miliona euro, huma në miqtë e mi, ke këto rjeti me rimangave të sistemit neobolshevik, të cilët i mashtrojnë shqiptarët dhe investorët, ju marrin para pastaj përzej nga Shqipëria. Ta janë klysht të bolshevizmit, janë të papesë dhe nuk kanë as ima, por thjesht kanë ardhur me mision që të vjedhin garbitin shqiptar, pastaj të përzej nga Shqipëria. Bravo!
Unë do t'i bëja një pyetje kryeministit ose kryehajdutit të Shqipërisë. Kur i flet në emër shqiptarëve, në emër të 850.000 votave që thotë se keni kontratë, që thoni që keni kontratë, do të kisha po një pyetje, zoti kryeminist, ai pyete këto 850.000 votues që do të shishin për kritikën e Shqipërisë. Ai pyete këto përpara. Po ti nështë e thunë që njëri pa pesë, si shka që thënë Margaret Thatcher që komunistat janë pa pesë. Janë pa pesë dhe ata janë gati të shesin familjen e tyre, që shka njerin e tyre vete për pushtet. Që i rastin si isha dhe pjesë e protestës tje dhe një muva qunat, ata qunat trima, që 200 trima, i banë që të dridhëshin 3.500 politë, që këshin rrëthu parlamentin, atë parlament që cilë është me hona, njës që nuk i kanë cilë populli, ata janë të cilë me listë, i kanë cilë kryetarët e partive politike, të cilët kanë bërë program njës që të fusin njës, që t'jenë militant tyre dhe hedhin e të votin ligjën si proshkla, urdhra dhe shkreta. Sa për ti një, asni nga ne, nuk jemi kundra investimeve europiane-amerikane. Ne jemi popullin më pro-amerikan që ka Ballkani. Ne e tuam Amerikën, e tuam Europën, e tuam demokracinë, po pak të klyshat komunizmit që në mashtrus dhe në vjedhin planat e njërit tonë. Ata po në marrin që kanë kredat tonë. Pra ne ju bëjtjiri gjithë diasporës, dhe e motra, Shqipëria sot është në rrezik. Atë emision që nuk arritën ne studentët e 19-s, vini bashkoni me këta 30 mrekullueshëm, këtë popull që është në vërtet. Këta do ta shpinë Shqipërinë në Europë. Europa nuk të hajtut e njështë korruptur që pinë gjakën popullit vetë dhe të rullën kryeministrave të Europës. Por duhen njerëz që t'jenë përgjegjshëm dhe t'japin llogari para popullit dhe t'tregojnë në mënyrë transparente se ku i qenë fondet. Na kanë vjedhur 35 miliardë euro, do t'i paguajnë brezat tanë, dhe paguajnë fëmijët tanë. Pra ne u besnime shqiptar, ju lutem, jemi në momente të vështira, jemi në momente kur populli po lufton për ekzistencë, ose ne, ose ata, ose i përzam ata e të krijojmë tarne për popullin shqiptar, ose dilema ata dhe t'hikim edhe t'ngjelim pa dhe, pa shpresë, pa dignitet. Edhe diçka që pensime gjithë diasporës, me gjithë se do t'jenë vështirësi të ne jemi lidhë me institucionet europiane, me gazetarë, në qoftë sa ta ndalohen në Perdogana, direkt të qenë lajfe që t'i japim provat se si po vepron diktatura neobolshevike instaluar në Shqipëri. Nuk janë një bolsheviku i cili ka e këtë votuar projektin e Pomsit, Kukshan, jatin ti nuk mund të udhëheqe, nuk e ka kartën morale që të udhëheqe një popull për drejtë Europës. Po të kishtë në burë. Edhe një shkallë, ju pesime dhe Ministrisë Mbrëmshme, t'i lërejnë ata quna, se ata quna janë patriot, janë herët tanë. Ata janë pitë e shqiptarve. Ata nuk përvajsin dhe familjet e tyre, po familje çdo shqiptare që janë në përkëm të rritët, edhe po vindën i përgrabita. Pra ne t'i lërejnë sa më shpetë. Lironi quna! Shëndet, koti që të shumë, lironi quna! Lironi quna! Lefterda në Vari dhe vi nga qyteti Berati. Bravo! Me një histori të dhimbshme dhe me një rrugë shumë të gjatë, euroasiatike, dhe kam kontribuar prej 15 vitesh në Republikën e Shqipërisë. Por sot kam ardhur për t'i dhënë fjalën babait tim, që gëzon plot 95 vjeç, për t'i thënë se po i japë votën e parë që nga 1998. Sot po votojnë për herë të parë, për këta ordinera që të shduken një saate më parë. Sepse kësisat e këtij vendi nuk ka më kandar t'i besojnë. Prandaj, ju lutem, motra, vëllezër, në për kafenet, në për shtëpia, nesër të gjithë këtu, për t'i thënë këtij ordineri, në hajtë se ka të shumë emocion, për t'i thënë këtij ordineri, se ne nuk kemi nevojë
për këtë fjallor të shpifur që përdor me nënës tona, me babalarët tanë, me të gjithë anë mban popullit shqiptar. Të dashur qytetar, dije, më dëgjoni ju lutem, se kam një mesazh të rëndësishëm. Dije me dhimbje të madhe, kemi përcjell vëllezrit dhe motrat në një vend ku më është kujtuar kur kam lexuar historinë e të madhit Qirokastrit Çerçiz Topulli. Por këtë rast ndryshe nga Çerçizi, por nga tanë dhe i bëj thirrje të gjithë akademisë mjekësore që t'i bëj atë nën kësaj rase, kësaj fare të ndyrë e ta shtokim në ky vend. Me një apo me një kurti, po e përsëris se kjo nuk është fara patriotike e fanollit, e fashëllime, e atë dhetarëve tanë apo e të madhit Gjergj Kastrioti. Po shumë qytetarë po e mbyll. Unë prej 15 vitesh, shumë prej jush më njoj, ofroj një shërbim social, shoqëror, kundrejt patologjive profesionale, biznesin tim, për të cilin ka marrë meritat e këtij qyteti, meritat e këtij populli, por jo meritat e kësaj qeverie. Prandaj ju lutem, edhe një herë dhe po e mbyll, u bëj thirrje që të mos merret me zëra kush do ta drejtoj dhe kush do vinë. Dhe ai që të vinë, t'i vër kishtin kokës, se e ka mbështetjen e plotë të këtij qyteti. Faleminderit Shqipëria Etnike, të eci përpara, poshtë Sali Berisha, poshtë Tirana, poshtë kjo elitë 35 vjeçare, që nuk ka më histori ta shkruajnë në për libra. Faleminderit. Ashtu, por jam udur për ata që janë qenë. Ata t'jen atje, ka një kundaqë, ka mbajtur grushte të peshën tonë, nuk kanë thyer sikur një zot xhami. Dhe atyre, ku është shkuar dhunë, e ka parë, mbajnë brëmba, përse, çfarë kom ne? Çfarë kom ne? Atëherë, me një qershori që më dova djalit tim të vogël 9 vjeç, do të çoj në festën e një qershori. Ku se më thunë sturmës, kur qoj, mos na merri teti. Zemra mu hodë më danë, tash ashtë shqiptar, ku jeni? Ashtë situan tash, po ku janë shqiptar? Faleminderit Zotit, sa i rinije, që teti driton në zemra në shqiptarve! Faleminderit Zotit, prej kësaj rinije, shkëllije të pasë të frite, që sot shqiptarë ka me këtu, ka marrë puta! Jetë të njëjë kushtëtoj, edhe ata që rinë kafene, të qitë e të shilon me shpirë. Këtë ditë, qovi, mos mendoni se t'jeni të nuar ju, të qitë ne, mos mendoni se ata buajnë për karikën e Ramës dhe për vetit apo ministra. Jo, as ata asun, as jo nga ju. Por buajnë për drejtësi, për pasurti, për dashurin e Theut. Edhe pse kam që nga data 1, kam lënë asiti, se thosha, fondit tim, ta plotësoj, nuk i le bosh. Sepse, jam 25 vjeçe, dhe s'kam dalë nga kupit e këta Shqipërie, dhe i di shumë mirë hallet e shqiptarve! Para 5 vjetësh, më jam mbyllur 3 biznese, dhe sot, këroj pastruse, mos mendoni se jo vetëm shumë që pena dyqanesh unën, që t'ka që astiri të byllë, që të rinja iku, unë kam që në fundi që nga byllur, e dini pse? Pensionistët më dini me 2.000 lekësha, 2 patate, 1 qep, 1 tomate, o zot të çfarë po ju këtu? Çfarë t'ju marru këtyre? E mbaj gjithë dritorimën e shqiptarëve se i di shumë mirë hallet e tyre. Ta atyre plejshve që thoshin, nuk i temi fëmijëve, kanë hallet e tyre.
A e dini që ndodhë në astirë, bëhet rata 5 orë, rata 1, deri rata 5, 1 orë shkaj sesionet. Ska një qeveria të japi. Ata shtyhen e zirë me njëri tjetri, i kam poshtë balkonit, i shikoj shtë muaj. Jam çuditur, të merohen në mbrije më 5 të mëngjesit, këtë qa pëndodhë. Vetëm shikoj pleqëri, që me ratën për pensione. Rushmi të babain, i qilë me atyre, i qilë neve. Se të rini nga kafja. Nuk isha nërmën pikja jo, po sot tje ka marrë duke qarë. Sepse dalë nga shtëpia dhe shikoj kafen e plotë, kumshi nëjqa. A thua, unë jetoj në hënë, unë jam ndryshe, apo qa pëndodhë tash, dhe ka marrë duke qarë këtu. Jo se vetë mune do atë vera. Sepse shtireni, të gjithë e vuajnë kurisë. A e dini pse? 20 vjetë që ka marrë Tiranë, në astirë. Ka fëmijë sa për 5 shkolla. Dhe fëmijë tanë, ushe fugona, qindra fugona. Dhe në një fugon ju për 50 fëmijë dhe shtypen. Dhe shpëndajnë në për Tiranë. A mund të 26 vjeçar që një 6 të mëngjesit shkollë. Pse? Ka trafiku. I gjithë fëmijë tanja. Ju rinin kafe, pini ju bëmë të mirë. Por, si unë, si këta shqiptarë që janë tu, dhe ata që janë qërni, kam nërë dhe për ju. E përdoni se jeni më pakënushëm. Edhe për rinin. Bëhem të bërtas me të madhe në 7 mëngjesit, autobusat, plot, Tirana e re, plot. Por edhe të nash, do marrë sherën e tjerësës tjetrit. S'ke ku shkon, sepse në gjithë është trup në trup. Edhe nuk pije jo se mban tjetri. O është makabër. Sa do, nuk e di, përpishem të mërë zëri, por janë ka i të zire me njërë tjetri, dhe asë njerë nuk protestojnë të zënë rrugën, dhe të ndalojnë ato pusa, dhe të kërkojnë të drejtën, sepse po i paguajnë, a i sa duan ata. Mo vjen keq për të gjitha këto. Ka shumë dhe nuk varoj, dhe i di shumë mirë, dhe i kemi ne të gjithë në kurisë. Por, një që të fundit, a i një të nga sotë, po vjen tur, se me qimtarët i në kafe, diaspora vjen për ju. Jo, se ju po të qërja, ata rojtë të pretër, ata gjithë të mira për fëmijët e tyre. Si gjithë motra, edhe motra ime ka siguruar jetën në Amerikë me fëmijët e tyre. Ama, unë doqë me diplomën ekselente, me drejtë shumë të huaja, i thanë, me këje, me të majtën apo me tjatën. I tha, ja me notat e mira, e po s'kevën këtu. Edhe më gjashtë muaj punoj në amfiteatrin e Durrësit dhe e shtupën. 10 vjetë me diplomën ekselente ka shku në Amerikë, 10 vjetë do një këtu pa punë. Nuk e përfite një, sepse duhet ishte o andej, o këtej. Si gjithë të tjerë që ajo e vuajti, si ju emigrant që jeni sot këtu. Por, edhe diçka tjetër, edhe emigrantët që ratena i shtëpi, përfitojnë rasti dhe pashetë për të dyti, dhe nuk do harroj komshinë time, pule nga Fjeri. Sakrifikoj 35 vjetë, gjithë tek të emigrimit dhe një shtëpi këtu. Jo se i mukon një shtëpi, se Gjermania kështë plotësuar kushtet, edhe shtëpi, edhe pension të rrugë dhe si mbretëresh. Por, dhe një shtëpi me tjerësën e saj, për të ndojnë me vlajnë, me motrë, për të takuar, për të shmalur me vëndin e saj. Ja morën, ja shitën, vetëm se kishin hipotenë ndorë dhe ja shitën. A i kisha ndodhi, para një viti i mbylli sytë, me smundjet keqe. Dhe që jo ja që tha, dhe që ja e fundi që më tha mua, kur mbylli sytë më tha. Nuk më vjen keq ta, nuk e kisha të vjetu atë tek. Por, mua më siguron që Gjermani shtëpije, një pjesë të mirë dhe shqiptari, mundi i mua mi vjetë. Çfarë bëjmë ne? Se rinë kafe o shqiptarë! Bravo! O diktatura! O diktatura! O diktatura! Da jam i prindi me fëmita si kufistuar, u ngritën, morëm avionin dhe para një ore kemë mbritur në Tiranë. Më dhem zemra ku shikoj skena tilla me njerëz të nevojë.
me njerëz me të tilla probleme. Nesër ata emigrantë nuk do të trapim nga këto lajme se do të mbyllen kufij. Shqipet e gjej rrugën për të vazhdur këtu. I pejtimi e Tiranës, ne emigrantët, ne diaspora e Greqisë nuk jemi të paguar. Ne jemi të zhvatur, ne jemi të grabitur, jemi të vjetan duke betonuar Tiranën. Diku ta fat, fillove duke banuar edhe Shqipëri, fillove të ndiqe edhe shqiptar. Po, kur vajte të ndiqe flamingot, ato të sullu dhe do të ndjekin ty. Të japë shkore heqe, ne kuptojmë që je në pozitë të vështirë. Poshtë kriminali e Rama! Poshtë kriminali! Rama në punë, Berisha në punë! Rama në punë, Berisha në punë! Rama në punë, Berisha në punë! Ne kuptojmë të gjithë të ti e këtë vështirë, por besoj të gjithë këtu qytetarët të japin fjalën e besën, sepse atje ku do shkosh ti, do t'i kesh kushtet më të mira nga paratit tuaj atje. Dhe nga shokët tu atje, do të krijojnë disa kushte pak më të mira, të jesh i qetë, që të japësh dorëheqje, sa më shpejt. I bëj thirrje gjithë intelektualëve, akademikëve, njerëzve të titullin me emër këtu në Shqipëri që ka botë, ashtu si komisar Misat Avari, të jetë këtu, të marri fjalën, të flasin, në qoftë se nuk janë të shitur. Ata që nuk janë të shitur, e ka vendin këtu, në këtë shenjë. Edhe një filme, Paulan Palmas. Paulan Palmas i zgjedhje tjetër vetëm për shëllima të ndenjave të Edi Ramës, duke thënë troq, Paulan Ramës, jeni në punë, dhe ky popull nuk është ai që ti e thua. I pajtire të gjithë, mos të jeni se himqi, sepse është moment historik dhe mos qëndroni në anët tjetër të historisë, sepse të quhet revolucion në më drejtar, të shumë parë, dhe një rojë pjesë të tanë, o la më drejtar, nesër më shumë, nesër më të qanë. Sot ju kërkojnë se jam dhe qikë në vëndes. Po kisha një arsye. Sepse tje një band me në krye duke drejtuar nga Ulse Mamja, i ndërshyer nga Taunant Palla, dhe i drejtuar nga kreu i bandës, kryeministri jonë, me grabitit djalin bashkë me shokë tu i pikafin në vënd. Kisha për të folur shumë duke filluar nga Dardania, duke maruar në Samit. Dhe në Qamëri, po flasë vetëm për një aspekt. Në Svarnec po tërhës një njeri zbarë. Po t'i pan pytjen vetja, kush e tërhoqi? E tërhoqi një band e licencuar nga krye banda, pra nuk ishte policia e shtetit. Një band që ishte në bi policinë e shtetit, që i hulte policinë shtetit, kas të cjenë dhe tërhese qytetarin zvarë në shtetit e policisë e shtetit. Një gjë t'il të ndonë dhe tjetë. është shkenditi në grabitjen e çunave tonë.
Ka në hyrë një bank e të zënquar nga qeveria Martine dhe nga Garda e Republikës, pastaj policia bënte se si që arrestue në Skërnec, polici i bandës qëndësuar nga qeveria jonë, dhe arrestohet në Sajmir Kuka. Ju e në fund. Lokali nuk ishte qëtë severitar që ruhet nga Garda e Republikës. Pra, Garda e Republikës në një lokal privat ku të ri tonë pinin kafe, ishte në kundërshtim e ligjit. Sajmir Kuka duhet arrestohet. Arrestoni Sajmir Kukën për para se të arrestoj popullin. Në pajësiri policisë se pushtetit, jo policisë shtetit, policisë pushtetit të arrestoj Sajmir Kukën para se të arrestoj popullin. Tërhiqu! Në shiju bukuria Shqipërisë, në shiju lëndia Shqipërisë, në Shqipëria, Kosova, Uqini, Qamëria, Tetova, Kosimari, Struve, Ori, në shkomi Shqiptarë. Unë jam Dimitri Qypeku, lindur dhe rritur në Korçë. Jam bashkuar me protestët që në një qershor ka merrur nga Tira e Marin Memës dhe ka merrur vetëm nga që ka qenë në protestë popullore e partirur nga të parti. Kam qëndruar 25 ditë në Tiranë dhe të rritën time që ka qenë që të 23, a nuk isha qenë, po kam qëndruar 23 në protestën në madhështore që ka parë historia e Shqipërisë në 100 vite të fundit. Unë jam një njeri kompletuar në të gjitha aspektet për familjen të Zotit, por po protestoj për të gjithë presin tim, i cili po ikën çdo ditë nga Korça dhe nga Shqipëria. Problemi më i madh i qarkut të Korçës është shpopullimi që sa vjen dhe po rritet më shumë dhe në Korçë po dominon mosha presi, mosha e dytë dhe mosha e tretë. Poshtë Kopeleshi, poshtë Tirana, poshtë Gjirë, që është ka këtarët e këti fenomenit dramatik. Unë protestoj për një stile qeftero kushte në rame në spitalin e Korçës. Protestoj për fermerët e ndeshë të qarkut të Korçës, të cilën nuk përfitojnë asgjat. Për të cilën nuk përfitojnë asgjat dhe fondet e i partit u shpërdoruan dhe i shkuan oligarkëve dhe jo fermerëve të denjët të qarkut të Korçës. Protestoj për luftuesit, protestoj për bizetet e rregullta. Ja menaxheni një bizeti i dërtuar që në 1996 dhe operon dhe sot. Një bizeti që ka qenë i rregull, si në kone pëtet, dhe është një ka më të regullit në qarkun e Korçës dhe jo vetëm. Unë nuk ka qenë dje pjesë në protestën që pëndodhe, po që ndodhë orën 10 në mëngjes të parlamentit. E mi qenë që thej 200 veta plus minus. E mi qenë brenda shtollë enorme, lartë perimetrit të sigurisë. Jemi ullur në 6 lartë perimetrit të sigurisë dhe politët të sulmuar të parët. Jam të shpitar para lush dhe para zotit. Jam të shpitar para lush dhe para zotit. Politët sulmuar të parët dhe ne vjetit. Nuk syhe me të jetën momentit. Falenderit, poshtë komunistët, poshtë patronatët, poshtë të sistemi kalkur, poshtë Tirana, shtu kunjore në të para. Lejtur më shumë, partita më shumë, e pa të shkutë. Rina sociale si shkota i shkok pagure u shkrije, po jeni eroj, jeni hyje të netëve pa marim, por
Në shkurt, në të matë shkurt, e të ka shumë në folës, në prezident të matematikë fizike. Dhe në prak të votimeve të kajtuara, më kërkuan 5 emra nga jashtë shtetit. Reci kam dokumenta, e kam saktuar të inshallah në studiu televiziv të atë mundit të këtu nuk kam mundit të parashtroj halli tim. Se halli im në fakt është halli i gjithë juve këtu. Dhe i atyre ka fejtësinjve andaj të shetit të ngërdhike. Unë që ma lip kordi prapë në të matematikë fizike. Më kërkuan 5 emra për votimin. I thash jo. Nuk ju s'ket emra. Sepse në kjo të s'ket emra, s'paku të marri të mpadisë. I dërgojnë vajzës time në Angli një mesazh. Këtë numër telefonin nga ka dhënë babi juaj. Vajza ime marroi qenin frike të kull ishte pa punë. Patronazistët dhe ignorantët e rëpërtyrat e shtetit. Kam dokumenta për këtë. Lutem. Edhe më thot vajza, më shkruan, i kam mesazhe. Çfarë janë këto? Janë debilat e PS-s për vota i thembi. Më largoj nga puna. Thash ta marrë këtë mesazh të paktën të shkoj ke Spaku. Po ku do shkoja? Do shkoja ke Spaku po thot zgjedhje intelektuale një senator që nuk ekziston, do merrej me mua, atëherë i patita në gjykat. Në gjykat ata nuk paraqiten. Më shtyjnë gjyqin, por unë bashkë me ju të shkurtojmë jetën. Mua në vend më largoj Lindita Nikola. Dini kush është Lindita Nikola? Ajo që shkatroi arsimin. Ato studentët që vërshuan dhe ky gjatje mbrojti. Lindita Nikola ka mbaruar fakultetin me 4.5 të nderuar miq. Unë kam marrë me 7.5 në kohë kur ishte shkolla e fortë në diktaturën e parë. Se kjo është diktatura e dytë. Dhe Lindita Nikola më thosh unë mua, po pse e sulmon Lindita Nikola? Është ju se kolobordat se. Kur e kam pasaport evropian, s'kam nevojë për pasaport evropian. Unë do jetoj dhe do vdes këtu. Tani, më thonë, 5.5 e kam marruar Ministri Arsimit. Kjo më 4.5 ishte dashuruar marrëdhënisht me Ligorin, dhe ky i dha një notë më shumë, dhe 4.5 nuk mund t'jesh Ministri Arsimit. Tani e në 2 seat e fundit, historia nga ka mësuar, e kam pasion historinë, nuk jam të historie, historia nuk është profesion, është pasion. Perandorit ekzistojnë në saj të zgjerimit të tyre pushtimit të vendeve të tjera më të dobta. Ndërsa komunizmi ekziston në saj të terrorit dhe vrasjes. Bravo! Një kuriozitet dhe mbyllë. Në Gostivar, në vitin 1945, kur lufta botërore kishte mbaruar, Brigada e 5 me kopinin e Meroqja, djalin e Pikbashit e Digjit Jurkastra, dërzeu shqiptarë kundër shqiptarëve. Jetë partizan të ndershëm, është fakt historik, kura paraqes në gjosë është nevoja, gjithmonë flas me fakte, i vrat, jetë partizan, se nuk deshë të shkojnë kundër vëndër me kek. Ndërsa Italia fashiste për 4 vjetë nuk pushtim, vetëm 9 vjetë ekzekutoi me përshkatim. Prandaj komunizmi më mirë i vdekur se sa komunist. Se në shonin të të shesh, o do jemi nga një histori, o nuk jemi turpi histori të kjo të shojnë të shesh. Ju jeni e vërtet të Shqipërisë,
ata që rrinë në përshpia. Njërës që kemi ishtë të mirë që kemi protestuar që nga 90 sot janë përkullur, janë svaritur, janë për kërmik, nuk vjetë të protestojnë, janë blerë me i punë. Për para tanë, dhanë jetën, por pas ka qenë shumë e thjeshtë për t'i blerë, me i vëllë pune. Ka turp, po shumë shqiptarë të dalë këtu të protestojnë. Shqipëria shqiptarëve, shef, e mendimin e zotit e turistëve, edhe qunat që janë paraburgosur të jenë shef. Lironi quna! 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 Ndaj, të tyrë për se cilin prej nesh, nesër le të parë nga një shok, shoqe, vlla, motër, nën, pap, që duhet jemi këshesh. Nga komisari deri më mosh, e gjithë Shqipëria duhet jetë këtu. Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Marshon qetë, mbledhin me durinat dhe shkojnë 3 qunave të komisariati nëmër 3. Dashurmiq, që ju jemi këtu ke skena, ke sheshi gjërimit. O më, qa bot? Po si e arestu pa pikturët e qëmë në tjemë. Je pa parë. Ju jeni, nuk e di qa jeni. Edhe me pare lërmërime e arrestut. Dashurmiq, këto komunistat, do me thënë është fatkesi kesh një komunist komshi. Po pate komshi komunist e ongre. Ma i men gjallë e mija. Sepse aji komshiu, komunisti, do boj që a i thot partia. Edhe komshi, komunist, ose fis komunist, e keni mrena. Do ani, dhunë, familje, dhe gjonës dhe bëjt. O, shfare keqe. Që ka qenë, më? 25. Erdi. Po i tremi, i tremu, da? Që si keni trem? 60 veta keni arrestu, prap, e keni trem shumë. I tremet, jeni lebetit. Tremet njeri këtu, më. Jo 60, po meni ju i qenë 60. Në kom këshu, që manë telefon. Doreqe, të ndoreqe. Mirë.
Si janë tre më gjithë. Lioni Çuna. Kanë gjithë agent rus. Lioni Çuna. Agent rus të gjithë. Lioni Çuna. Lioni Çuna. O Tiku. Tiku. Lioni Çuna. Ku të shkosh? Po neve, ku ti? Shive këtë, shive, Janë gjithë rus të, rus, gjithë. Lioni Çuna. Agentur rusa. Agentur rusa. Që të bërë zakon, ju lutem, le ta kishë hitin e pastaj le të vazhdojmë protestën. S'kam shkop.